Nëse ke një BMW të këtij modeli, vetë BMW-ja do të ta marrë makinën dhe do të ta riparoj pa lek. Ndiqeni videon pasi do të zbulojmë listën e makinave që ju përfitoni nga ky defekt që ka shfaqur BMW. Kompania e fuqishme e prodhimit të automobilave BMW ka njoftuar një problem fabrike që lidhet me sigurinë e përdoruesve. BMW ka bërë një njoftim për recall, për thirrje, rikthim dhe rikontroll që lidhet me një problem mes çelësit të makinës ose butonit që ndez motorin e makinës dhe makinën. Ky projektim i gabuar i ka kushtuar jo pak dëme serioze në imazh kësaj marke globale të prodhimit të automjeteve. Defekti që ka konstatuar kompania është shumë i rrezikshëm, pasi makina mund të mbinxehet dhe mund të ndodhë ndonjë shkëndijë elektrike që çon më pas në djegjen totale të makinës. Ndaj, ata kanë vendosur që të tërheqin mbrapsht apo të kërkojnë blerësve që t'i çojnë makinat në serviset e autorizuara të BMW-s në të gjithë botën për të zëvendësuar dhe riparuar këtë defekt kaq serioz. Pjesa defektoze e makinës quhet Engine Starter Relay dhe mund të krijojë korozion dhe të shkaktojë mbinxehje ose një qark të shkurtër me rrezik zjarri edhe pse makina mund të jetë e parkuar ose e fikur. Por cilat janë modelet që kanë shfaqur këtë problem serioz? Janë më shumë se 200.000 makina që do të shkojnë te doktori i BMW-s. E nisi me një BMW Z4 të prodhimi vitit 2019 deri në vitin 2022. Më pas është edhe seria 3 e vitit 2019 deri në vitin 2021. BMW X3 dhe BMW X4 janë po ashtu të prekur nga ky defekt, por vetëm modelet e prodhuara gjatë viteve 2020-2022. Sigurisht që është edhe BMW seria 4 versioni kabriolet prodhuar rreth vitit 2021-2022, por gjithashtu është edhe sportivja apo kupeja 230 kabriolet e vitit 2022. Kështu që nëse ke një nga këto modele, bëj kujdes. Por në fakt nuk është vetëm BMW-ja që ka këtë problem mjaft rrezikshëm, por edhe japonezja Toyota Supra që përdor të njëjtin model motori me BMW-n. Nëse ke një nga këto modele, ti tashmë e di se çfarë duhet të bësh, dhe nëse nuk e di, qëndro këtu sepse do të tregoj disa këshilla. Deri sa të bëhet riparimi apo deri sa BMW-ja t'ju thras për të zëvendësuar pjesën defektoze, mundohuni që ta parkoni makinën tuaj jashtë garazhit dhe larg banesave të banuara. Dhe me të drejtë ju do thoni që ne nuk kemi ku të parkojmë makinën, e jo më të gjejmë një vend parkimi që është diku larg dhe larg banesave të banuara. Riparimi nuk do t'ju kushtoj asnjë lek pasi janë vetë ata prodhuesit e BMW-s që kanë bërë gabimin dhe do të paguajnë për këtë gabim. Riparimi do të përfshijë zëvendësimin e starterit me versionin e ri, pa shpenzime për pronarët dhe do të bëhet gjithçka falas tek serviset e autorizuara gjithmonë. Do thoni ju, po ç'punë kemi ne me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo, në fakt nuk është kështu, sepse ky është një problem global që ka prekur dhe ka përfshirë shumë tregje ndërkombëtare, madje edhe evropiane. Futuni në faqen zyrtare të BMW-s në Shqipëri dhe kontrolloni makinën tuaj nëse është prekur nga ky defekt apo jo. Ju duhet vetëm numri i shasisë.
Mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe follow në Instagram, Facebook dhe TikTok, gjithçka rreth makinave. Ndërsa për ju që kërkoni një përmbajtje pak më ndryshe, në Ilir Vlog në YouTube dhe Ilir Karabrahimi në të gjitha rrjetet sociale. Shihemi javën e ardhshme.